nivelet e kurajës janë të ndryshme. Njeriu sigurisht i ka të gjitha me vete, po ka raste, ka momente, ka njeri që jeton pikërisht me atë që thash unë, që e ka pa i pasioni ashtu, që mund bëj akte të tilla. Më kam parë një në Amerikë, që është nga këto ekologjistët, që mbrojnë natyrën, mbrojnë këto. Jo, edhe aty ishte një ndërmarrje që do të priste një pyll ku qenë ca pemë të vjetra, po pemë historike që mbaheshin. Protesta që bëre ajo, hypin pemë 2 vjet. Po. Jetojnë pemë. Në pemë. Në pemë. Në pemë. Që mos e prisnin pemën. Po. E hypi aty, sigurisht kishte njerëz se trimi mirë me shok shumë, që e mbështesnin e ashtu aty. 2 vjet netin pemë. E bukur. Ka forma që zgjodhi. Ajo kurajo njeriu në burg mund bëj unë them aty ja mund mos shtyja vagona si spranova. Edhe kur spranova që të jem më sinqert, edhe sepse do shkatrohesha vetë, fizikisht. Do disha në mënyrë, kuptoni? Por për mos shkuke nuk dënoj ata që s'kan bërë, absolutisht. Por çdo kush duhet të pyesi veten dhe sidomos situatat e sotme. Se në fakt këtu kemi të bëjmë me një raport shumë të rëndësishëm, është çështje e madhe kjo. Midis asaj që quhet liri dhe përgjegjësi. Po. Ti kur si ai lir, nuk mund të jesh përgjegjës. Sigurisht. Të merr tjetër, të fut në hekra, të fut ashtu, je brenda një kontrolli. Nuk je i përgjegjës. Apo jo, sepse të shtrëngoj, të bëri, kupton, të dhunoj. Siç thoshin shumë që unë kam dëgjuar edhe nga bashkëvuajtës të tjerë për spionët që aq mbanin. Po. Siguronin do torturat edhe bëheshin spion. Por ka një raport midis lirisë dhe përgjegjësisë. Sa më i lirë ti jesh, aq më shumë përgjegjësi ke. Sa më pak i lirë, aq më pak përgjegjësi. Dhe tash vjen në situata ku nuk po të vret njeri, më zotri. Po pse vetëm për lek edhe ti tak kthen edhe bën të keqen, mbron pushtetin, mbron apo jo, si shkemi situatën sotme. Pra, ku megjithëse ke disa liri që në krahasim në atë kohë shumë të mëdha patjetër. As që diskutohet, nuk bën gjën që duhet bërë, po bën të kundërtën e asaj, sepse po themi ke hallin e ca lekëve më shumë, e një rroge më të mirë, apo e një gjëje, apo edhe një frikë për ikë, po ama rritet përgjegjësia. Në këtë kuptim njeriu duhet ta peshojë veten. Ore, kam përgjegjësi se jam i lirë, mund të bëj diçka më shumë, sot sidomos. E ngre zërin për një gjë ose se ngre zërin për një gjë. Po falma, tash me që po flasim. E pat ju se ça Greta Thunberg që përmende. Mori ato anijet edhe. Aty shkon me anije për të mbrojtur palestinezët. Gjithë ajo nga 50 italianë ishin, grek ishin, gjithë ishin, sepse ka një ndjeshmëri, shef një padrejtësi që bën dikush ndaj një tjetri dhe thua, ç'a mund bëj? Mund të thush i fjalë, mund njoftosh policin, mund ndërhysh ta ndash tjetrin. Po dhe mund thush që jo më lëre aty. Apo jo. S'është punë për mua, nuk më impakton jetën. Ky është njeriu që jeton me të tjerët edhe që mendon që ka përgjegjësi për edhe për shoqërinë, edhe për të ardhmen, edhe për ata fëmijët e vet se si do rriten, nëse pranon një dhunë. Atë shkon protestojnë për Palestinën më burr dhe këtu del njeri, zguxon njeri me dal, me protestu. Është bërë kjo buka e fëmijëve, është bërë emërusi i përbashkët të gjitha padrejtësive këtu, domethënë. Po pra, të mërshme ta. Në këtë kuptim, pyetja metafizike, ç'a mund të bëj unë, duhet ta shtrosh për ditë. Ç'a mund kisha bërë më shumë? Sepse edhe kur nuk e bën, po të paktën je i vetëdijshëm, ore se bëra. A duhet ta bëj, si ta bëj, apo jo. Apo si gjej shok që ta bëj, sepse nganjëherë kur e mendon, thu prit se vetë se bëj dot, po ama po gjeta një 3-4 shok, po gjeta një 5-6, po të bashkohemi, mund të organizojmë. Se jemi një grup që mendojmë njësoj dhe bëhemi më të fortë njëri tjetrën. Kjo duhet jetë, si më thënë, një dimension i çdo njeriu, mendoj unë. Ama duhet sikur ne na imponojnë që në familje këto norma të sjellurit kur na thonë që
Më ka ndodhur mua personalisht, me më ka thënë, po ç'na duhet ne me ta, ose gruan e vete ka ç'na duhet ne. Po shiko, në fund fare, sipas mendimit tim, nëse do të hyjmë më thellë shoqërisë shqiptare dhe origjinës saj, kjo për mendimin tim ka të bëjë me atë që përmendën çik përpara që kur u kriju Shqipëria, Mithat Frashi ka thënë një fjalë. Ka thënë tani tha që u bë Shqipëria, që u bë mendimin austro-hungarez na mbetet që nga një grumbull fisesh të bëjmë një kombë. Dhe grumbull fisesh, domethënë janë grupet, familjet, klanet. Dhe shqiptarët kanë ngelur pak te kjo, që kanë ngel ke fisi. S'ka ndërtu diçka më të madhe ku ti ndjesh përgjegjës, se deri ke fisi ndjesh përgjegjës, duhet ta ndihmoj se tani në këto kohë moderne as edhe për fisin. Po tek familja. Por në thelbin e vet, pra, rritja e komunitetit. Krishti thuhet, ku i shkuan Krishtit edhe i than, ore, po ka ardhur familja të kanë. Po familja ime jeni ju, tha. Dhe ka thënë atë që unë do t'ju bëj që të harroni nënën dhe babën dhe këto. Pse? Se bashkosh tek diçka më e madhe, që është religioni, që i lidh njerëz, se fjala religion do të thotë lidhje. Edhe Muhameti ka thënë një gjë të ngjashme kur thot kush ngelet ke tribalizmi është ngelet jashtë të vërtetës, që është Zoti, që tribalizmi është interesi. Edhe ne familja. Në këtë kuptim mendoj që kjo ka të bëjë me rritjen e përgjegjësisë. Tani sigurisht këta që shkojnë në Palestinë shkojnë sepse ka ndryshuar dhe bota, është rritur më shumë përgjegjësia, ti ndjesh pjesëtar i një bote. Nuk jemi vetëm kombiot. Rrjetet sociale po. Ndjesh pjesë e kësaj bote dhe kjo është edhe pozitive në një farë aspekti. Neve kemi nevojë shumë për këtë, që të ndërtojmë komunitet. Dhe të mos shohim vetëm interesin ton, që shohësh dhe arkitekturën se si e kemi, ngre ai tjetri botë që ka para, ka korrupton bashkinë, ta ngre ty pallatin këtu, pavarësisht se komshiu ngelet aty me i shtëpi 2 kace, i merr diellin, i merr gjitha, s'pyesin fare. Ndërsa pikërisht kjo është ndërtimi i një komuniteti ku ndjehesh përgjegjës dhe të gjithë ndjehen përgjegjës për shoqërinë dhe unë jam këtu. Dhe pastaj mund themi shteti jemi ne, që thon ca. Shteti jemi ne, ndërsa kur është shteti kështu si është, neve rrim se i cili mbrojemi nga shteti, ruju shtetit, zjarrit edhe ujit, thon. Ruju edhe shtetit. Po shtetit janë këto 3 janë. Shtetit, zjarrit edhe ujit. Mirë, ne u flistim pak edhe për gjatë pushimit, edhe për kinematografin, edhe më thej që jepeshin për çudinë time, mbase s'kisha shumë informacion, jepeshin filma të regjizorëve të mirë italian të asaj kohe, çuditërisht, apo ishin, po themi, disa rryma, për shumë neorealizmi italian që vinte edhe afër realizmit socialist në disa aspekte, po themi. Shiko, kjo ka të bëjë me një gjë që përmendej shumë kur bëhet teoria dhe historia e letërsisë apo e kinematografisë, se ideologjia kishte disa kanunin e vet. Ideologjia po e quajmë komuniste, marksist-leniniste, që si duash.